Adoleshenca, ky është seriali që po lën nam në gjithë botën, shumë i famshëm sot. Po ashtu edhe në Shqipëri, besoj se shumë për ju që kanë parë, ata që se kanë parë kanë dëgjuar të flitet për të, sepse po bëhen dhe emisione kohët e fundit. Një serial që të lë gojë hapur, të trondit dhe është bërë i famshëm për disa arsye. Arsyeja e parë është edhe teknikaliteti me cilin është xhiruar, sepse xhirohet me një shot e gjithë seria. Arsyeja e dytë dhe kryesorja është mesazhi që ai përcjell. Kam parë shumë emisione në Shqipëri, të cilët janë bazuar tek ky serial për të bërë emisionin, duke dashur na tregojnë se rrjetet sociale janë ato që po dëmtojnë adoleshentët tonë. Në fakt, seriali nuk transmeton pikërisht këtë. Këtë e ka pjesë të serialit. Seriali mesazhin kryesor e ka familja. Familja, çdo gjë nis tek familja. Pra, tek familja në kuptimin që sa kushtojmë ne kohë fëmijëve, sa i kushtojmë vëmendje atyre, sa bisedojmë me ata, sa bëhemi pjesë e tyre, sa bëhen ata pjesë e jona. Si sillemi me fëmijët në përgjithësi, sa komunikojmë me ata, sepse është shumë e rëndësishme komunikimi me fëmijët. Nëse në familje çedon diçka, pjesa tjetër, shkolla, rrjetet sociale, shoqëria, kështu me radhë, janë derivati kësaj. Qeliza kryesore është familja. Këtë besoj e ka edhe ky serial, këtë ka mesazhin kryesor. Nuk ka mesazhin kryesor mos përdorni rrjetet sociale. Do ishte shumë e cekët po ta mendonim këtë. Mesazhi kryesor është familja. Një familje e fortë, e shëndosh. Pra, rrini afër fëmijëve, komunikoni me ta, dëgjojini, kuptojini dhe bëjni ata të besojnë tek vetja dhe t'ja dalin vetë në jetë. Ky është besoj mesazhi kryesor që jep ky serial, fantastik. Unë e kam pa, shpresoj ta shikoni edhe ju. Dhe ju thash edhe një herë, pse familja? Sepse në fund të serialit, pa dashur t'ju tregoj gjëra të tjera, në fund të serialit është babai që i thot të shtratit boshtë të birit, i thot më fal që nuk qëndrova aq sa duhet me ty. Pra, e gjitha është në komunikimin mes prindit dhe fëmijës, që mungojnë hallkat e zinxhirit, mirë po zinxhiri kur prishet, prish dhe pjesën tjetër që janë shkolla, shoqëria, rrjetet sociale e kështu me radhë. Prandaj them që nganjëherë i shohim serialet, po duhet kuptojmë thelbin dhe jo garnityren.